Tajlanda, Azia Juglindore. Tajlanda mbetet një ndër preferencat kryesore për pushuesit, duke ofruar një gamë të gjëra akomodimesh, ushqimesh dhe aktivitetesh shumë të përballueshme. Vendi është i njohur për plazhet mahnitëse, kulturën e pasur, ushqimin e shijshëm dhe qytetet e gjalla. Gjuha zyrtare është thai, por anglishtja flitet gjërësisht. Sezoni më i mirë është nga nëntori deri në shkurt, pasi klima përgjithsisht është e thatë dhe përshtatshme, ndërkohë që nga marsi deri në maj ajo është e nxehtë dhe e lagësht. Pajisja me vizë është e lehtë dhe shumë kombësim mund të hyjnë pa pasur nevojë për të në periudha të caktuara të vitit. Tajlanda ka një trashëgimi të pasur kulturore, të ndikuar nga budizmi dhe zakonet tradicionale tajlandeze. Shqipëria, Europa Juglindore. Shqipëria po fiton me shpejtësi popularitet si një destinacion me buxhet të përballueshëm në Europë. Plazhet e bukura, malet mahnitëse dhe historia e pasur e bëjnë Shqipërinë një zgjedhje të shkëlqyer për udhëtarët që kërkojnë vlera të rralla. Vendi po shfaqet me shpejtësi si një destinacion popullor turistik, duke ofruar një gamë të larmishme eksperiencash, nga plazhet mahnitëse deri tek vendet e lashta të antikitetit. Anglishtja dhe italishtja fliten gjërësisht në zonat turistike, faktor që ndihmon shumë në komoditetin e turistëve dhe periudha më e mirë për ta vizituar është gjatë muajve qershor deri në shtator. Ndërkohë, pranvera dhe vjeshta janë të përshtatshme për të eksploruar vendet historike dhe peizazhet natyrore. Autobusët dhe minibusët janë mënyrat kryesore të transportit publik interurban.